Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 16 prill të 2025. Si ditë e mërkurë, lidhet shumë me çështjet e së shkuarës dhe ndikimi i mërkurit që ka qenë retrograd, kemi pasur për ditën retrograd dhe disa gjëra të tjera që kanë ndikuar shumë në këtë drejtim, por vjen një moment tani, një moment që gjërat të zgjidhen në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, por nëse keni pasur një kontratë dhe jeni në mbyllje të kësaj kontrate dhe ka mbaruar dhe një ditë o dy ditë keni me këtë, dhe nuk është firmosur ky dokument, unë ju them që bëni pak durim. Dhe mos u nxitoni që të shkoni direkt e të thoni çfarë do bëhet me kontratën apo di unë, sepse kanë menduar çfarë do bëjnë dhe ata e kanë problemin, jo juve. Por kur i nxit nuk është mirë dhe duhet pasur kujdes. Por shenjat që kanë bëjnë në këtë aspekt janë shenjat e ujit, që është shenja e gafores, shenja e akrepit, ku kanë bëjnë shumë në këtë aspekt, prandaj duhet pasur shumë kujdes, sidomos të dy shenja, gaforia dhe akrepi, ku gjërat mund mos jenë ashtu si shpritet, edhe mundësit që kanë bëjnë me lidhjen e punës, lidhjen me biznesin, sepse peshqit kanë mundësin për të zgjidhur disa probleme, edhe pse kanë pasur çështje të tilla të rëna pezull, por unë them që tani kjo periudhë është periudha që mund të keni mundësit edhe të zgjidhni gjërat vetë juve dhe jo nëpërmjet të tretëve. Prandaj them që koha tregon që jeni me fat në këtë aspekt dhe koha ka treguar që çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet fal suksesit tuaj. Megjithatë, kjo periudhë është e mirë dhe është dhe periudha ku do të ndikoheni juve të këtyre shenjave që thash. Nëse keni një udhëtim, dhe ky udhëtim do t'ju duhet ta bëni patjetër sot, pra të ditës së mërkurë, atëherë unë ju them që do prisni pak, mos u nxitoni, se nuk është kohë për udhëtime të rëndësishme. Është kohë për udhëtime pune, udhëtime rutine dhe sa të do shkoni do firmosni kontrata, një gjëra të natyre, por do të jeni të përgatitur për të bërë diçka të tillë. Kurse vazhdimësia dhe momentet janë ata që ju bëjnë të ndjeni mirë me punën tuaj, të ndjeni mirë me kohën tuaj, sepse kjo periudhë është periudha juaj për sa përket çështjeve që mund t'i zgjidhni. Paraditja nga ora 9 deri në orën 14 është një orë shumë e përshtatshme për juve të këtyre shenjave dhe mund të keni ndikime shumë të mira. Në çështjet që kanë të bëjnë me një vendim që mund të merret çështje ligjore, do ketë shtyrje. Kjo duket se ka të bëjnë me shenjën e bricapëve. Kjo është anë e mirë, jo problematike, kur kemi shtyrje është në të mirën tonë, por gjithmonë disa gjëra mund të kenë edhe ndikimin e vet për sa përket anës ekonomike financiare, për sa përket edhe çështjeve të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në anën tuaj.